se BE-ja kërkon e bëj zbatimin një pakoje të masave, gjithashtu pakoja e masave ndëshkuese ndaj Kosovës që erdhi prej BE-s dhe gjithashtu si pasojë e veprimit të drejtë të Republikës Kosovës për të vetëmbrojtur nga një operacion paraushtarak i orkestruar, mbështetur dhe organizuar nga vetë Republika e Serbisë në shtatorin e vitit 2023, ku forcat armatosura të udhëhequr nga kreu i listës serbe Milan Radojčić hynë në Kosovë dhe u përpoqën të aneksojnë veriun e Kosovës në stilin e aneksimit të Krimes së Ukrainës në vitin 2014 që Rusia e kishte bërë. Dhe kjo formë paraushtarake përpjekjes së aneksimit të veriut të Kosovës, jo rastësisht ngjau me stilin e aneksimit paraushtarak të Moskës që e aneksoi Krimen në 2014, pasi që Moska dhe Beogradi zyrtar kishin nënshkruar një marrëveshje të bashkëndimit të politikave të tyre të jashtme në shtator të vitit 2022, pas së cilës në nënshkrim Serbia filloi të përshkallëzonte operacionet e saj politike destabilizuese në Kosovë, duke filluar me thirrjen e serbëve etnik lokal të udhëhequr nga Milan Radojčić dhe lista serbe për t'i bojkotuar institucionet publike të Republikës së Kosovës në mënyrë masive, siç ndodhi. Dhe pas bojkotimit ata duke parë se u panë si veprim jo relevant nga Republika e Kosovës, dhe Republika e Kosovës tha që nëse ju keni vullnet të bojkotoni institucionet e Kosovës, ju keni të drejtë ta bëni atë, ne do t'i plotësojmë vendet e lira të punës me njerëz të cilët kanë dëshirë dhe vullnet të punojnë dhe shteti vazhdon. Dhe në përgjigje të këtij vendimi të Republikës Kosovës, Vučić ju bëri thirrje serbëve lokal që të bëjnë barikada. Ata i nxorën barikadat dhe Republika e Kosovës me të drejtë u buldozoi barikadat. Ta keni parasysh që për herë të parë 22 vite pas luftës, Republika e Kosovës ka pasur një leadership i cili me integritet dhe të drejtë ligjore dhe politike i ka vënë buldozimin e barikadave të serbëve të cilët kanë qenë të orkestruar nga Beogradi zyrtar. Dhe duke qenë se Beogradi zyrtar i humbi barikadat në terren, filloi të zgjoj nga gjumi arrinjtë fjetër të cilët i kishte instaluar në formë sistematike me aprovimin e Prishtinës zyrtare, e cila kishte qenë në udhëheqjen e zotit Thaçi dhe zotit Mustafa në forma rotative, madje edhe dikur në udhëheqjen e zotit Haradina, i cili përveç që i kishte legjitimuar operacionet destabilizuese të Serbisë kundër interesave të Republikës Kosovës, ai kishte dhënë legjitimitet edhe kreut të listës serbe zotit Milan Radojčić, duke e ftuar në zyrën e kryeministrit, madje në intervista të ndryshme të ndara, ai duke e quajtur atë si zot shtëpie të veriut të Kosovës. Domethënë, të gjithë krerët politik të Republikës Kosovës në periudhën e 20 vjeçarit të pas luftës në Kosovë vazhdimisht e kanë plaçkitur Kosovën dhe vazhdimisht kanë treguar vullnet politik pro interesit të Serbisë, duke toleruar, lejuar dhe ndihmuar instalimin sistematik të fuqisë ekzekutive politike të Serbisë brenda Kosovës. Dhe të gjithë këta asnjëherë nuk duhet të lihen para llogaridhënies. Dhe populli i Republikës Kosovës, megjithatë, i goditi ata me llogaridhënie si në zgjedhjet e vitit 2021 në shkurt, ashtu në zgjedhjet e vitit 2025 me 28 dhjetor, duke ju thënë atyre se ju nuk jeni të kualifikuar për ta qeverisur këtë vend, se ju nuk e gëzoni privilegjin e besimit të popullit të Republikës Kosovës për të qenë në krye të këtij vendi. Po çfarë do të ndodhë tani, zoti Gjumshidi? Cilët janë skenarët, sepse siç e dim, do kemi krizën politike për shkak të zgjedhjes presidentit në Kosovë. Pra, si e parashikoni cili është skenari më i mundshëm në optikën tuaj në raport me si do të shkojë trajektoria e këtyre zgjedhjeve? Duke qenë se zgjedhjet 28 dhjetorit e dhanë verdiktin e vet nga sovrani i Republikës Kosovës, unë nuk mendoj se Kosova është në ndonjë krizë politike, nuk shoh ndonjë krizë në të ardhmen. Zgjedhjet presidenciale do të jenë në muajin prill të këtij vitit që po vjen.
kështu që mendoj tani për tani duhet të lidhemi me RIP dhe të shohim se si po ecën vetura e re e Republikës Kosovës në drejtim të vazhdimit të rrugës së shpartallimit të instalimit të entiteteve kriminale në Kosovë, të cilat janë instaluar dhe kanë pleçkitur Kosovën për 20 vjet të rresht dhe kanë vazhduar pleçkitjen e saj në forma të ndryshme edhe pas ardhjes në qeverisje të leadershipit të ri, duke qenë se ata e kanë ndërtuar, hartuar dhe strategjizuar edhe format ligjore në atë mënyrë që nëse dikush tjetër do të vijë në leadership, këta të mund të vazhdojnë të pleçkisin, gjë që kanë vazhduar pleçkitjen e shtetit. Do të shohim sepse tani edhe Këshillit Prokurorial do t'i vijë afati i fundit dhe do të kemi procesin e vettingut të sistemit të drejtësisë, do të kemi një sistem të ri prokurorial të drejtësisë i cili do të reformohet dhe i cili do duhet të filloj me urgjencë të bëj punën e duhur që të sjellë para drejtësisë entitetet kriminale të cilët e kanë zhvatur, pleçkitur shtetin dhe të cilat u kanë bërë të gjitha padrejtësitë edhe më të paimagjinueshme të popullit të Republikës së Kosovës për 25 vjet të rresht pas luftës. Kështu që derisa të vijë kriza, nëse po themi do të kemi krizë në muajin prill, mbetet me e pa nëse do të ketë krizë vërtet, sepse unë besoj që deri atëherë Republika e Kosovës me reformimin e sistemit të drejtësisë do të arrijë suksesshëm të fillojë shpartallosjen e mekanizmave kriminal të cilët janë instaluar thellë në sistemin administrativ qeverisë të Republikës Kosovës nga entitetet kriminale që fshihen prapa partive politike, që fshihen prapa entiteteve mediatike që u ambrojnë interesat me gënjeshtra të pafundme për çdo ditë, duke gënjur popullin e Kosovës, dhe më pastaj do të flasim besoj në prill kur t'i vijë radha. Pra reforma po thoni do zhbllokojë edhe sistemin politik në Kosovë. Absolutisht, do t'i shpordh të gjithë kriminalet që janë të maskuar me ftyrën e partisë politike, do t'i shpartalloj entitetet kriminale që janë të maskuar me ftyrën e gazetarit, redaktorit dhe editorit në entitete mediatike, dhe më në fund qytetarët e Republikës Kosovës do të mund të marrin frymë lirshëm, gjeneratat e reja politike që është domosdoshmëri e këtij vendi do të fillojnë të ndjehen të lirë, të aspirojnë për të bërë lider të këtij shteti dhe do të mësojnë nga ky standard i politik bërës që na ka treguar leadershipi i 5 vjeçarit të fundit të Republikës Kosovës, sepse ky është minimumi në cilin ata duhet të jenë për të vazhduar më tej, për të kualifikuar, për ta qeverisur këtë vend dhe për ta udhëhequr këtë vend drejt përparimit dhe drejt një vendi i cili i përgjigjet interesave të qytetarit të vet dhe interesave të ekzistencës së vet. Ju e konsideroni të tejkaluar domethënë mundësisht të tejkaluar prillin, le të themi si mundësia e fillimit një krize. Nëse është kështu dhe Kurti do të ketë, le të themi, mandatin që shqiptarët i dhanë në 2021-shin, një mandat plot, si e vlerësoni raportin që ai do të ketë në lidhje me vendimet e rëndësishme që duhet marrë, sepse ju risollet në vëmendje strategjinë kombëtare, por kemi edhe ato që konsiderohet akti i autorizimit të mbrojtjes kombëtare të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por kemi edhe një projekt ligj për Ballkanin Perëndimor, që në një farë mënyre e vendos si obligim ndaj Kosovës zbatimin e planit franco-gjerman. Pra, si e vlerësoni çfarë qëndrimesh do të mbajë Albin Kurti, sepse të paktën gjatë mandatit parë ka qenë korrekt në mënyrën se si, por gjithsesi ka patur mjaft deklarata nga perëndimi. Strategjia e sigurisë kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës përkundrazi nuk vendos ndonjë obligim të Republikës Kosovës për të zbatuar ndonjë plan apo ndonjë marrëveshje politike e cila e copton Kosovën në formën administrative apo territoriale nëpërmjet parimit të ndarjes së vijave etnike. Kjo është qartësisht e qartë që do me thënë se çdo projekt politik që është nënshkruar ose jo, propozuar ose jo deri më tash,
bie poshtë, i cili e ndan Kosovën në parimin e bazave etnike, qoftë në formë të vijës administrative apo vijës territoriale. Kështu që çdo gjë bie. Plani franko-gjerman po thua nuk është më plani që mbështesin Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian? Absolutisht jo. Nëse ai plan franko-gjerman apo italiano-shqiptar apo Beogradas-Tiranas vije në ndesh me faktin që strategjia e sigurisë kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës e kundërshton çdo projekt politik që e ndan qoftë vijat administrative apo territoriale të Republikës Kosovës në parimin e ndarjes etnike, ajo është në kundërshtim me strategjinë kombëtare të sigurisë kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pse them kjo është e rëndësishme? Sepse strategjitë dhe mendimet politike të zotit Kurti dhe presidentës Osmani janë gjithashtu në kundërshtim me këto, janë gjithashtu në kundërshtim me pikërisht këto parime, pra të ndarjes së Kosovës, qoftë vijat administrative apo gjeografike të saj në parimin e ndarjes etnike. Kështu që kjo ka rëndësinë e asaj që Shtetet Bashkuara të Amerikës do të jenë aleat të strategjive politike të zotit Kurti dhe zonjës Osmani. Por edhe nëse do të kishte kundërshti të Shtetit Bashkuar të Amerikës apo cilës do entiteti tjetër i organizuar politik global në raport me parimet e ekzistencës së Republikës Kosovës si republikë sovrane dhe e pavarur, unë do të prisja që çdo leadership me integritet i Republikës Kosovës do të ishte me këmbgulje që të ishte kundër një projekt i politik të atill. Çfarë edhe kemi parë që zoti Kurti ka qenë kundër ndarjes së Kosovës, qoftë formacionit të ndarjes në vija etnike, në vija administrative apo gjeografike në formën e ndarjes së parimit etnik. Kështu që unë nuk pres ndonjë ndryshim, por nëse do të ketë ndryshime të tilla, mbetet me i pa. Jo, ajo që them unë është atëherë si do vazhdoj le të themi normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë, nëse bie plani franko-gjerman, do të kemi një projekt tjetër të prezantuar? Serbia e vetmja mënyrë për të normalizuar marrëdhëniet me Republikën e Kosovës është që ta njohë faktin që ka ushtruar gjenocid mbi popullin e Kosovës, të kërkoj falje për gjenocidin e ushtruar, të kthej trupat e pagjetur dhe të pajet që është duke i fshehur diku në Beograd, rreth 1600 të tillë, të pranoj që të bëj pagesën e dëmeve të luftës, dëmeve materiale dhe dëmeve njerëzore që i ka shkaktuar në luftën e vitit 99, si dhe ta njohë Republikën e Kosovës pa asnjë rezervë dhe të nënshkruaj garancat e tërheqjes së të gjitha bazave ushtarake mbi 40 të tilla që i kanë ndërtuar përgjatë vijës kuvitare me Republikën e Kosovës, edhe kështu ne do të mund të vazhdojmë si dy fqinj të cilët mund të jetojnë dhe të ndajnë një vijë kuvitare me njëri tjetrin. Çdo përpjekje për të shmangur krejt këto përgjegjësi nga Serbia nuk duhet të mirëpritet, duhet të luftohet me çdo kusht dhe me çdo gjë që e kemi në dorën tonë. Në asnjë mënyrë, çdo gjë më pak nga krejt këto parime është e papranueshme dhe është jashtëzakonisht skandaloze dhe për te skandalit të imagjinuar ndonjëherë që Tirana zyrtare vazhdon të përkthejë Serbinë përkundër faktit që ajo përveç që nuk i pranon të gjitha këto parime që e përmenda më herët, Serbia zyrtare vazhdon operacionet e saj agresive për ta destabilizuar Kosovën deri në faktin e vitit 2023 ku e pam një situatë ku edhe e sulmoi Kosovën në formë paraushtarake në ditën ku Tirana zyrtare në vend se të sjellte ushtrinë dhe policinë shqiptare për të ndihmuar Kosovës që ta shpartalloj operacionin e Serbisë aneksimit të Veriut, kryeministri Rama doli dhe tha që ai donte të propozonte një konferencë paqe që Kosova ta njihte realitetin e ri në terren, një realitet që zoti Rama ishte informuar nga Vučići se do të ishte aneksimi i suksesshëm i Veriut të Kosovës gjatë ditës së luftimeve. Mirë po fatmirësisht
as zoti Rama e as zoti Vučići nuk e gëzuan një pritje të tillë, sepse djemt dhe vajzat e Kosovës luftuan dhe i shpartalluan bandat kriminale të armatosura të Vučićit dhe i shpërbën ata duke i detyruar të zbrapseshin brapa në Serbi dhe duke rezultuar me arritjen e suksesshme të shtrimit të sovranitetit dhe integritetit territorial të plot të Kosovës edhe në verën e saj për herë të parë 23 vite pas luftës. Vudi, pyetja e fundit është, dhe desha ta bëjnë fillim fakt të pyetje, e konsideroni këtë fitore të Albin Kurtit, fuqi të Albin Kurtit, apo më shumë dobësi të opozitës që kishte përballë? Kjo fitore e Albin Kurtit është fitore e popullit të Republikës Kosovës, është fitore e Republikës Kosovës, është treguesi qartë se mendësia kritike kolektive e Republikës Kosovës është duke funksionuar shëndetshëm përkundër një lufte të papar psikologjike të stilit të maskirovkës ruse, e cila është aplikuar në Republikën e Kosovës tash e 5 vitet e fundit dhe tash e 25 vite, duke i gënjur vazhdimisht popullin se po bëhet mirë, ndërkohë që krejt çfarë po bëhej ishte plaçkitja e pasurisë publike dhe instalimi sistematik i Serbisë brenda Kosovës. Unë nuk e shoh këtë si fitore të zotit Kurti. Zoti Kurti është një politikan i cili ka treguar integritet njerëzor dhe profesional, ka treguar aftësi politike për ta menaxhuar ashtu siç duhet një republikë dhe për ta kthyer republikën në shërbim të qytetarëve dhe ka treguar aftësi strategjike politike për të shpartalluar dhe çmontuar marrëveshjet paraprake të dëmshme në përballë interesave të Kosovës dhe në një përpjekje për ta kthyer zhvillimin politik nga dëmi në dëm të Kosovës në favor të Kosovës dhe duke i luftuar dhe rezistuar interesave strategjive të Serbisë për ta rikthyer Kosovën në kthetrat e saj. Çdo politikan tjetër, si zoti Kurti dhe zonja presidente Osmani dhe të tjerë politikan me integritet njerëzor dhe profesional, të cilët nuk mund të korruptohen dhe janë të pakorruptueshëm dhe rrjedhimisht nuk janë të shantazhueshëm, sigurisht do të jenë të mirëseardhur, të mirëpritur edhe absolutisht të aprovuar dhe votuar nga populli i Republikës Kosovës edhe në të ardhmen kur ata do dalin në skenë dhe do të ofrojnë për të aplikuar në vendin më të rëndësishëm të punës së këtij vendi, pra në pozitën e udhëheqës së qeverisë apo udhëheqës së presidentit të Republikës Kosovës. Më detyrove të bëj edhe një pyetje, se thash ajo ishte e fundit. Si e shikoni zonjën Osmani, sepse ka shprehur, le të themi, dëshirën për një mandat të dytë? Si e shikoni opsionin që ajo të marrë një mandat tjetër si presidente? Unë mendoj që vazhdimësia e presidentes Osmani të qenurit të saj në zyrën e presidentes e Republikës Kosovës do të ishte shumë e mirëseardhur dhe domosdoshmëri e kohës, sepse zonja presidente Osmani ka dëshmuar integritet njerëzor dhe profesional, ka dëshmuar aftësi presidenciale për ta prezantuar Republikën e Kosovës dhe mbrojtur interesat e saj në nivel global, rajonal edhe vendor, edhe për t'i bërë qytetarët e Republikës Kosovës të ndihen krenar për herë të parë pas luftës Kosovës, pas presidentit Rugova, që kemi një president i cila dinjitetshëm është duke përfaqësuar Republikën e Kosovës dhe është duke avancuar interesat e saj dhe mbrojtjen e saj aty ku duhet. Vudi, kënaqësi që të kisha. I lutem shumë, faleminderit për kohën. Në këtë pjesë e emisionit është bashkuar me mua Zef Shtjefni, biznesmen, koleg gazetar, gjithashtu një njeri që ka qenë edhe pjesë deri diku e politikës. Për fat mirë, vetëm 2 vite në fillim, sa e mora vesh se çashtat të ika më brapa. Na duhet, domethënë, ky kombinim se rrallë herë gjejmë tek individ, domethënë që të kenë të treja këndvështrimet në lidhje me ato që quhet procesi politik, social, ekonomik në Shqipëri. Zef, herën e fundit që kemi qenë bashk,
ke deklaruar se stabiliteti ekonomik varet nga stabiliteti politik. Domethënë ishte një moment ku fjala stabilitet dhe destabilitet ngjante përveshit tim